Ne sot depozitojmë kallëzim penal kundra Altin Dumanit, pasi me të gjithë to veprime që unë përmenda, po edhe me të tjerat që ka konsumuar në mënyrë absolute të gjithë elementët e veprës penale, shpërdorim detyre, veprime arbitrare dhe veprime që pengojnë zbardhjen e zëvërtetës. Unë e di shumë mirë që kolegët apo varësit e Dumanit do ta bëjnë me mos fillim këtë dosje, por i kemi marrë masat që kjo dosje tetohet deri në fund, sepse nëse Altin Dumani ka kurajon të zhduku një dosje në SPAK, dosja ndodhet në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe ne do t'i shkojmë deri në fund, derisa personi përgjegjës për këtë dosje, Edi Rama, dhe ai që e ka amnistuar deri më sot Altin Dumani, të shkojnë para ligjit.